Mes gjelbërimit dhe ajrit të pastër, çdo mëngjes nis me zhurmën e lopove dhe aromën e qumështit të freskët. Kjo është bota e Kreshnikë Rugovës nga banja e Pejës, gruaja që nuk nje lodhje. Ajo është fermere me shpirt, e frizere me pasion, dy botë që duken kaq larg njëra tjetrës, por që në duart e saj bashkohen në harmoni. Zonja Krishnike, ne sot kemi ardhur këtu në fermën e juaj, tash e 2 vite, 3 vite në fakt, sepse vetë jemi në vitin 2025, ju keni ngritur edhe një fermë. Por fillimisht më trego pak rreth vetvetes juaj, pasioneve të juaja, pastaj se si lindi kjo dëshira për të qenë një fermere, duke marrë parasysh se jemi mësuar që zakonisht takohemi me fermer. Të gjinisë mashkullore. Po, unë me profesion jam frizere, punoj tash 10 vite, po kam qenë disa herë në treg, edhe tu e po që çdo herë lypet mishi, qumshti, djathi, te na, më ka lind ideja dhe gjithë i thësha bashkëshortit, unë po se punova këtë punë, një lopë e kisha mbajt. Kur ai tha ku ble lopë, thash jo lopë shumë, po veç një, jemi bo kështu për një. Ja tha ku ble shumë tash, edhe gjithë kum pas qef, edhe kom qef e punoj. E përmende lopën, për para se të vazhdojmë pastaj të flasim edhe për organizimin edhe të fermës, fillimisht juve në familjen juaj keni mbajtur lopë në kohët e kaluara, ke pasur lopë? Po, ke mbajt, 1, 2 ke mbajt pothuajse gjithë. Edhe po besoj qysh atëherë e ke tregu veç një interes, një dëshirë për të kujdesur për to, edhe në atë kohën e fëmijërisë, ndoshta me familjen, kur veç e keni mbajt si çdo familje tjetër një lopë në shtëpinë e tyre. Po, gjithë kum pas qef, tona ere i kum pas qef lopët. Edhe pse ta shumica nuk i dojnë, sidomos gjeneratat e mia, po unë gjithë kum pas qef. Ajo nuk është vetëm një fermere, por dhe një frymëzim për gratë e tjera të fshatit. Me punën e saj, ajo ka treguar se suksesi është ajo çfarë ti dëshiron të bësh. Veprimtarie, po me sa krerë ke fillu fillimisht edhe sa janë sot? Kem fillu me 17 krerë, tash janë 26, pritet mu rrit numri çdo ditë. Kështu. Çfarë lloj racash janë ato nderuar? Janë Holstein, Simmental, përzime i kena. Dhe sa pastaj merr kohë krejt kujdesi për to, çfarë duhet ndoshta për të kujdesur për një lopë? Çka saktësisht duhet bërë në aspektin e juaj si fermera? Me të thonë drejtën, unë në fillim, kur e kem hap firme, një më angazhu shumë për to, kom edhe vete kom kry mieljen disa here, prej punëve, edhe pse punoj edhe që shtash ma herë si frizere, e kom kry edhe vetë, se gjithi kom pas qef. Ka vështirësi, smuhen lopët, vështirësit si në krejt bizneset që janë edhe në tunën, po prej qefit, prej pasionit që e kemë për punën, normal si kemi vrejt edhe shumë vështirësit. Përveç se një fermere e zonja, ajo është edhe një nënë e përkushtuar, një grua që di të balancoj dashurinë ndaj familjes dhe përkushtimin ndaj punës. Po kuptohet, ka pas edhe bariera, ndoshta vështirësi që e ceke, Po. ka pas përse edhe paragjykime fillimisht duke marrë parasysh që jeni... Po. Krejt më kanë thonë, qysh ti, prej frizeres më fermire, qysh kështu, qysh ashtu. Po unë e kum pas qef edhe kum... E ke ndjek atë ëndrrën e kum tënde. ndjek. E ceke Krishnike që e ceke edhe pjesën e qumështit, për shkak ju treguat në fillim që keni një sistem të mbjelljes që bëni, po fillimisht deri në sa litra mund të nxjerrni tek një lopë? 20 litra, 18, 15 krejt mbaret. Sistemin e mbylljes hala nuk e kemi bë, me qenë se jemi krejt vetë investim, nuk kem pas normal mundësi gjitha për një herë, pritet mu bo edhe aj, tash nuk mirë na me mjelin e lopëve, po në fillim ju marë, tash normal e kem punëtori i krymë këto punë krejt, unë e vi shpesh, vi mbromje, vi në mëngjes, në çfarë do kohë vi, këto. Kreshnikja tha se nuk e punon tokën, por ajo kujdeset që lopët të kenë ushqim të mjaftueshëm për gjithë sezonën.
Zonja Kreshnike, përveç saj, ne do të futemi pak tash edhe në fermë, ku do ta zhvillojmë pak një bisedë, të flasim rreth tyre, po më intereson me të pyet pak rreth pjesës këtu ku jemi. Prapa po shohim edhe shumë pajisje bujqësore, dhe kjo do të thotë që patjetër që e punon edhe tokën, por është zonja Kreshnike ajo që vendos që ta ngas edhe traktorin, ta punoj edhe tokën? Jo. Jo. Okay. Traktorin e tokën jo. I punojnë do më thonë familjarët. Po, familjarët. Dhe pastaj ju ndoshta veç ju ndihmonin atë aspektin që ta dërgoni ushqimin tek ferma. Po, këto gjitha i kry, për tokë jo, gjitha këto tjerat i kry, porosinat, plehin, këto që ka duhet drithrat, misrat, gjitha. Okej. Po besoj tash mundemi me vazhdu na, sepse kurreshtja është edhe shikues dhe ta shohim për nga afër fermën e lopëve dhe të flasim më shumë për to. Po. Tash po besoj do të mund të shkojmë pak edhe tek ferma, ta shohim për nga afër ndoshta edhe për shikuesit, por apo na tregon pak rreth racave të tyre, më shumë rreth karakteristikave të lopëve, nga sa ke mujt me vrejt edhe te. Racat e lopëve i kemi Holstein Simmental ma shumë, kemi edhe do qike po këto dyja i kemi ma shumë, mirë një herë gjithçka. Racat i kemi Holstein edhe Simmental, kemi edhe qike, amo këto dyja të ndëgju prej miqve, prej familjarve, se për qumsht janë ma të mira, me qenë se edhe merrem me qumsht, kemi ma shumë prej këtyne. Po besoj një faktor shumë i rëndësishëm është pastaj edhe shëndeti, e cakët edhe vaksinime në kujdesin në rreth aspektit shëndetësor, sa shpesh ndodh që ato të sëmurën ose edhe sa shpesh vaksinohen. Tregona pak nga aspekti mjekësor, sa për kujdesin e për to. Për kujdesin e kemi shumë të madhë, ka aso rasteve, po nuk kemi hasë me vështirësi shumë të mëdhaja, me smundje diçka të mëdhaja të lopët, ama në përgjithësi mirë deri tashti, po nuk është që edhe nuk kemi raste që smuen prej kamve, prej kur është vakti i lindjeve, kështu. Kështu së bashku me Kreshnikën, ne shkuam për tek ferma e saj, e këto janë lopët për të cilat ajo kujdeset, dhe si që tha vet ajo, nuk e ka as pak problem. Kreshnike, tash momentalisht jemi tek ferma, siç duket edhe më the, më herët i ke vendosur ushqim, që ato tash më vetë që janë duke e konsumu. Tregona pak për fermën, sa ju ka përkrua Ministria e Bujqësisë, apo është krejt kjo ndërtuar nga vetë ju, si familje? Po, kjo është vetë investim deri tash gjithçka, që thonë ja kemi nisë prej zeros. Ministria na ka përkrua në subvencion të qumshtit, në subvencion drithrave, të grurit, plehrave artificiale, këto tjera kemi krejt vetë investim. Dhe si që duket për të gjitha këto, për këtë numër të lopëve që po shohim, ka mjaftueshëm hapësirë që të gjitha pastaj qëndrojnë këto? Po ka hapësirë, është edhe ajo pjesa anina, ka hapësirë mjaftueshme. Po, pastaj në atë pjesën atje, mendoni që e keni marrë që me i shtu edhe ma shumë numër të tyre. Sa shpesh ushqehen ato Kreshnike nga përvoja juaj? 3 herë në ditë. 3 herë në ditë? Po, mëngjes, mesdite edhe mbrëmje normal, 3 herë në ditë ushqehen. Dhe ushqimi që ato konsumojnë është zakonisht sana? Po, sana. Normal edhe qtafar, koncentrate dhe këto silazhe, këto që i përzim krejt. Me kalimin e viteve, Kreshnikja ka rritur të thejë edhe shumë barjera, duke qenë kështu një përfaqësuese e denjë e grave në shoqërinë tonë. Kreshnike, ne e thamë dhe më herët që sot është edhe dita e gruas, dhe për këto, po besoj ju jeni kthyer në një lloj shembulli për to, duke marrë parasysh që, siç e cakëm dhe në fillim, vendi jonë nuk është që njihet shumë për fermerët të gjinisë femërore. Kështu që trego pak se si e kemi priti krejt këtë profesion, edhe se cili do të ishte ndoshta të themi një mesazh për gjitha ato gra që edhe ngurojnë ose edhe e kanë atë paragjykimin se si unë të bëhem fermere, sepse thot diçka kujshia ose sepse thot diçka tjetre, që vazhdon të jetë një mentalitet i tillë në vendin tonë. Po, unë e kom prit shumë mirë, edhe kom pas që shtash ma herët shumë dëshirë me bo. Një biznes, fatkeqësisht e na nuk e dojnë shumë, po unë jam një prej tyre që e doj, edhe ju kisha thonë krejt grave, kush ka qef, ato që ka qef, mos të pret, le të punon, le të vazhdon me krejt mirat, edhe Zotit ndihmon.
Si do të ishte një urim për sot, për gjitha nëna tona, gratë, shoqet e juaja, nanat e juaja, gjyshet? I kisha uru krejt gratë për 8 mars, nanën, gjyshen e tjerë. Pasioni i Kreshnik e Rrugovës tashmë i kthyer në profesion është bërë shembull për shumë vajza të cilat nuk duhen ndjerë të turpëruar, pavarësisht detyrës që bëjnë.